Zoti Vjosi, cili ishte qëllimi i mbledhjes së kryesisë? Dy mbledhjet e kryesisë bëhen 7 ditëve. Mbledhja sot me kryesisë ishte një mbledhje pune e Partisë Socialiste, duke i hapur rrugë thirrjes së Asamblesë Kombëtare në datën 21 mars, një asamble e cila do të përcaktojë një program të detajuar zgjedhor për Partinë Socialiste. Viti në cilin jemi është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit të Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjen e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, një proces i cili tashmë është bërë çdo 2 vitshëm në Partinë Socialiste dhe është një proces i riforcimit të gjithë strukturës së Partisë Socialiste në të gjithë vendet. Është një proces i cili thash do të përfshijë të gjithë forumet e Partisë Socialiste, të zgjedhurit e saj, natyrisht do të shtrihet në çdo qeverisë partisë në të gjithë vendet. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë së Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe antarësimeve të reja në Partinë Socialiste, që gjithmonë kanë kërkuar rifreskim, dhe për më tepër që të gjitha këto bëhen në vitin e 35 të jetës së Partisë Socialiste, 12 qershori i këtij viti, shton 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe gjithë procesi do të kurorizohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë së Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht anëtarëve të rinj të partisë. Zoti Vjosi, ky proces do t'i përfshijë të gjitha strukturat e Partisë Socialiste, nga Kongresi, Asambleja dhe Kryesia? Statuti përcakton zgjedhje në forumet lokale të partisë, vendore të partisë, dhe prandaj e gjithë procesi do të kanalizohet tash në zgjedhjet e organizatave, zgjedhjet e drejtuesve lokal të Partisë Socialiste, por natyrisht edhe me një dimension të ri, që tashmë nga zgjedhjet e kaluara ne kemi evidentuar jashtëzakonisht të rëndësishëm për funksionimin e brendshëm partisë, që është partia në diasporë. Do të ketë një vendimarrje edhe për sa i përket shtrirjes së strukturave lokale të Partisë Socialiste dhe organizimit të strukturave dhe në degët tona në diasporë, dhe kryesisht në vendet ku ne kishim edhe numrin më të madh të votave. Mos harrojmë, Partia Socialiste pati një sukses të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e fundit nga vota e diasporës, dhe kësaj vote ne natyrisht do t'i përgjigjemi me një organizim strukturor, atë që ne e kemi në gjenezën tonë, krijimin e strukturave tona kudo që shqiptarët ndjekin, votojnë, mbështesin Partinë Socialiste. A ka ndryshuar Partia Socialiste qasje dhe shëndrim ndaj SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, dhe mendoni se do të ketë kosto mbrojtjesh për bëni Belinda Balluku duke mos lejuar arrestimin e saj? Kjo parti e ka shprehur qartazi qëndrimin e saj. Në asnjë rast nuk kemi asnjë diskutim për sa i përket organeve të drejtësisë së re. Mbështetja për drejtësinë e re ka qenë themelet e kësaj periudhe të strukturimit dhe funksionimit Partisë Socialiste. Mos harrojmë, kemi ardhur në pushtet në vitin 2013 me një nga premtimet e mëdha e reformën drejtësie, atë reformë që ja kemi ofruar qytetarëve shqiptar, vazhdojmë ta mbështesim, ta jetësojmë dhe natyrisht qëndrojmë gjithmonë të barazlarguar nga drejtësia për sa i përket vendimarrjeve të saj. Si po e mbështesni duke mos i dhënë autorizimin për arrestimin e Belinda Balluku? Edhe njerë, po shpreh qëndrimin e shprehur gjatë gjithë kësaj periudhe, ne i qëndrojmë 100% parimit, nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë. Shumë faleminderit.